Oda Podcast me Gjemi Agaj. Sonte me ne është Milajm Roglica. Milajm, mirë se erdhët në Albanian Oda Podcast. Përshëndetje Gjemi dhe faleminderit për ftesën. Unë du me tregu në fillim që unë dhe Milajmi vin nga zona Ana Morales, që është 3 komunat, Gjilan Kamenice Viti, apo Gjilan Dardan, se ka emrin tash edhe komuna Vitis, është zona ku është në kufi me Presheven, me Dvegjën e Bujanovcin, po me prejade Milajmi është nga zona Gollakut. Edhe ne do ta eksplorojmë atë, po para se të fillojmë, Milajm du me të falenderoj publikisht për krahjet tënde rreth Odës, ke qenë gjithmonë afër me dhe me këshillat e tua, bisedat tona gjata, me përkrahjen tënde, ndihmën tënde, ke qenë pjesë e këtij rrugtimi që unë dua të falenderoj publikisht për gjitha. Faleminderit, ishte kënaqësi. Tash du mja kris me folë si i Gilani, shoshi shafa bëni me folë. Ska problem. Shaka treve. As një Gilanxhi se kom pas, bile tash e ma heret, i pari Ana Moravës, jam shumë i gëzum që e këtu. Ke një rrugtim interesant, du me nis me jetën në Kosovë. Ke lind pej. Po. Pse në pej? Mas luftës dytë botërore vitet e 50 ka qenë kriza ekonomike e krejt Jugosllavisë në atë kohë. Edhe baba gjeti në 1955 në pej pikrisht punë fabrikën e sheqerit, fabrika e parë. Edhe u shpërngur për Gilanit, me nanën fillon jetën në pej, edhe në fillim viteve 60 unë linda në pej, edhe linda në afër stacionit e Korudhës. Aty ketu të stacionit e Korudhës? Aty edhe baba e ndërtoi rreth viteve 62, që aty 64, e marroi shtëpinë 200 metra prej e Korudhës. Edhe aty filloi jeta. Ka qenë shumë interesant. Ke kry klasën e parë atje, nëse s'gaboj? Isha në klasën e parë, vijova në Rami Sadik, nuk ka qenë larg prej Korudhës. Si vogël e putja e Korudhën të e këshyr të shku në shkollë. Shkolla Rami Sadiku është afër mullinit Haxhizeks, edhe i thojnë te loma e vjetër. Ashtu, aty e kom pas klasën e parë, edhe gati klasën e dytë e kom kryer në pej, deri në 1972-ën, kështu që mësuesi i parë më kujtohet ka qenë mësuesi i cili e ka një emër shumë ngjajshëm me Mehmetin, Mehmet Shehu, edhe ai ka pas emrin ashtu Mehmet Shehu. Alfabetin e parë kur e kemi mësu në atë shkronjat e gegnishtës të vjetër. A me apostrof, krejt ato. Imam me ato. Absolut krejt. Do me thonë se edhe kur fillum me mësu muajt e vitit krejt, më kujtohet për herë të parë, janarin e kom dëgju ma vonë, po për herë të parë më e kom mësu kallnor fror, kështu ka qenë. Edhe kam kujtesë jashtëzakonisht. Mos thuaj se i fodok shumë i vjetë. Kështu që është një jetë shumë interesante. Mirë, si të kujtohet peja në atë kohë? Është interesant për një Gilanxhi me lind pej. Për dyshe nana me prejardhje nga Plav Guci. Plava Gucia, po. Do më dajt. Dajt i kam për Plavës. Një Gilanxhi të rrallë të Gollakut, me lidhje, do më shumë larg. Shumë larg nga tjetër, për atë kohë, si do pasë. Për atë kohë. Po, nana është për Plavës, kështu që peja Plava janë shumë afër, ndoshta ajo miqësia afër të ka bot vetën, që kanë pas një jetë shumë interesante të mirë, deri në 72-ën në pej. Pastaj një këty në Gilan, duhet. Në 72-ën ju bo një ofertë babës pe Kosova Transit, kompani transportit udhëtarëve që ka qenë. Për herë të parë e qelen vijat e para për Stredzovc, Kamenic, dhe vendlindja e babës atje, për Desivojz, për Hogosht, krejt, edhe i ofruan babës jashtëzakonisht një rrogë të majme, ma të mirë se në pej, edhe baba tha pse jo.
Edhe po kthehem si mon gjenez. Po, sigurisht, po kthehem gjenez, u kthy baba në Gilan, edhe filloj si kondukter në atë kohë, edhe kështu rrugtimi filloj. Do më në dokumenta mi lem të shkruan Pej. Po, unë jam i lindun Pej. Po, unë jam i lindun Pej, bilem jam i lindun të vorët e Kakaricit, në shtëpinë Homzës, e Homza ka qenë kumare jam. Kumara? Po, ashtu, para se me maru baba shpinë. Po, kena i shok fëmini se edhe se herë? Ka shumë. Kem bajt ka i kontakt? Absolut kemi majt, edhe baba ka majt miqësi edhe shoqëri të vjetër që ka pas, se baba ka qenë i vetmi në atë zonë Dugaxhinit si Jabanxhi. I thëshin Recep Gilani. Tash, rasisht, unë isha i vetmi fëmijë i cili baba marrë me veti, unë e fëmijë tjerë nuk kom pa në përrodat burrave atje. Se atje kam pas bajraqet e tyne. Po, këtë lyshesh, po. Tradit hatashme. Edhe unë isha aty. Edhe nodën e Rambinakit, në Dashinovc, për shembull. Regja, djali Romës, shokin ngush me babën, fëmijët e tina, kanë marrë në Gilan. Marësh Krasniqi, rapsodi vjetër, me Mon Sokolin, unë jam rritë në prejën Marëshit, për shembull, e tjera. Dhe më thonë, janë kujtimet hatashme, kujtimet që vetëm se historie. Peja e bukur. Është e bukur, malësia e bukur, ujnë. Aja Gryka Rogovës është me tra pika. është Pejo Lule Dugaxhinit. Unë i thosha babës, po pse u kthye në Gilan atë? Se atje ma bukur ka qenë. Po, e vërtet. Po, çdo kush guri peshon në vend vet. Edhe baba sigurisht i ka konvenu edhe ka ndje vetën jashtëzakonisht mirë në Malsin Gollakut. Ka pas Malsin Gollakut, do më një miqësinë keni pas me plot familjen apo fshata ndryshme. Po, absolut, do më thonë, hallat e mia janë konë edhe te Bunjak në Poliçk, edhe në Veleglap të Kqikt, edhe Sigur, po. Në Desivoc ka pas Shkodra, keni pas lidhje? Po, edhe atje. Do më thonë kemi pas, do më thonë 5 vllazën dhe 4 motra, do më thonë miqësia është shumë e gjanë në Gollak. Edhe kështu që baba ka jetu një jetë jashtëzakonisht mirë, shpirtërore, i përmbushur. Ka pas burrat maja i vend. Ka pas një pritje të atashme, edhe pse fshati jam Augusti është, si më thonë, fshati fundit i Rafshit që nga ty fillon Maja Kikës, është Desivojca, Bujnovci, Poliçka, nga ana tjetër është Lisovska, Dashnit, Lisovska, Gmice, deri atje den lart atje tek Kosun Bregavin, Tugjevc. Po, Tugjevc. Mikprica, burra Qjalës, unë dhonër e kam prej atje, nga fshati Laçiç. Laçiçi i famshëm. Aty ka lind baba jem, Laçiç. Laçiç, po se nuk është e larg prej Policës. Rruglisë të Laçiçit jemi vetëm se ne. Për ata që se din, edhe u i barë, që është rruga që del tash për kufinin për me dalë në Bujanovc, te Konqulli, aty majtas kthehet rruga shkon prej, është fshati Domarovc, është Hodanovc, është Katushnic, ku ndahet për shku për Novosel, në Alten të Karaçev, unë dajti kam atje, Gudan Vjanën, edhe është Karaçeva, është Novosela, mas ne është, e kalon kufinin është... Mohoci. Jo, është një katun tjetër, Jarova. Breznica, bravo. Po, nënë djatë. Pastaj nga Novosela vjen Karaçeva, poshtë me Karaçeva e për me kufini, Mohoci poshtë. Tani vjen Çarri, din Çarri më konë. Është interesanta e zonë, mi lejmë që aty kur ju mbu landa e parë për hapjen e fabrikës pllaka, bagjysh jam Hysen Guda, baba i nanës nga Karaçeva, i ka dhuru 4 hektar tokë për me hapë. Do të thotë, e ka marrë landën e parë, i ka mush në atë kohë duqit që i ka thonë të kuajve dhe të mushkave, edhe ka i në komitet atje ku është, edhe ka thonë duni me hapë fabrikë për trit. Konë shumë vizionar, gjysh jam, Hysen Guda, aty u hap tani fabrika Kaolinit. Po du me dalë tash nga Katushnica, Rogolqica, Mohaxhert, Moqiverci, Shqipashnica poshtë, Shqipashnica e përme,
Të ndahen dy Po, mas një ka ardhë Desivojca, Desivojc edhe vjen Laçiçi, po, edhe nënën e majtë shkon për të jo Jerlit. Si kanë qenë e lagja para atje nalt? të ne pe aty shkot për ogosht 9 majt. 9 majtë shkon për Ogosht, po është edhe për mik për poliçka aty. Unë flas mas si që e kryn Desivojcën. Po, mas e kryen Desivojcën është për Laçiç është lumi që kalon. 9 majt. 9 majt, a? 9 majt, do të thonë si ta kalosh lumin e Laçiçit, tani mrena Laçiç është janë edhe këta bunjak të mrena, poliçka, për Po, shembull, po, në mbrëmshme. Po gjatë rrugës drejt në Desivojcë. Për ata që se din, në fshatin Desivojcë ka qenë fshat ku shumica kanë pas bjermi Shkodra. Po, Edhe kjo është interesant që sidomos edhe bunjakt nga Buna, jaka Bunës, kam shokun e shumë, Shkëlqim Bunjakun, aktorin. Ato zona kam i kam vizitu, po e kemi edhe herojnë tonë të madhë, Milem. Kadri Zeka. Kadri Zeka, po. Kam qenë të kulla ati që zbashku me Jusuf edhe Bardosh Gërvalën kara dëshmor në Gjermani. Po është në Ogosht e kem Regjemalin, kemi Sakastratin, mas një ndajkov se kem të madhin me të shkasnicin. Me tushin, po. Burat majka kanë dhonë shumë. Absolut. Unë du me thonë një fakt, se më falë se pak ka përshev u emocionova dhe po foli onë tash, Minaimi po me mundin të izbaca. Se ke folta me Minaimi këto teme, se Minaimi një këtë zona mirë, po zona në Moravës është një fakt që unë vonë ka marrë nga, ka qenë libër e shkruar nga Sabile Keqmezi Basha. Profesoresh, doktoresh është me preardhje nga Koletiri i komunës së Dardanës, ishtë deputete edhe poete, është gjigante, bashkëtorja e profesor Tefik Bashës, ka shkruar një libër për të Borgosin, për vitin 2010, pa ta pash rastis kam qillu në Kosovë, tha, ka mundësi mi dalë mi bo me lexu diçka, thash me dëshirë më të madhe, unë diva i nderum. Edhe aty e kom kuptu që mos shumë të Borgosun politik, nga viti 45 dhe vitin 90 ka posa në Morava. Esakt. Kjo të regon diçka për ne, mine. Po. Kjo është zona më e afektuar në Kosovë prej Kongresit Berlinit, shpërngulja masive, gjithçka ka ndodhur në çatë rrugtim për Shkup. Ajo shpërngulja masive nga Toplica rreth i Nishit, afër 650 fshatra apo sa kanë qenë ose janë. Kretë kanë rrugtu në përmes këtyne trojeve tona poshtë Gilani të shku për Shkup. Prej Shkupit janë drejtu për Degzu për Turqi. E për atë arsye, kjo zonë është më e prekshme, më shumë të afektume edhe politikisht, edhe ekonomikisht, edhe në trysnit e kohës, i kam përjetu pikërisht kjo zona jonë. Fshatin nga vinë parte tu, kam betë mbrana në Serbi. Po. Oruglica. Oruglica me Oruglica. Jo Oruglica. Është afër kufinit pe Trstenës. Trstena është mrenda në Kosovë, kurse Oruglica është andej. O shumë afër kufinit. Oruglica daton prej shekullit 17, sa e kom pa në dokumentacionin, 2 emra i ka pas 2 vjetra, është me Oruglica edhe Oruglica. Edhe kaq. 2 vllazën kanë qenë, është Oruglica e për Oruglica e poshtme, edhe shpërngullet kanë fillu me kohë, këta shaheqt për shembull, këta kusherit e mi, Ali Oruglica, këta artistat, Muharrem Shahiqi, këta e nketë Oruglic. A do më kusherit ju, ja? A, na jemi kusherit, vetëm se ata kanë rënë shaheq, edhe e kanë majt emrin sipas fshatit, shaheq, e jo Oruglic. Po, ka dhe Oruglica e Lisock. Po, sigurisht, ka në Trsten, ka në Lisock, ka, do më thonë, në Desivojc, ka në Laçiç. Po që është karakteristik më në gjithë janë gjata. Po, pikërisht, trup hedhur, shtat hedhur. Shqiptarët ose burrat e Kurshumlijës në atë kohë, flitet një histori që kretë kanë qenë të mëdhaj. Për shembull, edhe baba jem, edhe migja jem, kanë qenë jashtëzakonisht gjigante të mëdhaj.
ka 2 metra burra. Po, sigurisht, bile migja malu kon jashtëzakonisht. Kur s'ka pas as këpuca, bilim edhe opongat e pirotit, nuk mu I kemi gjetë. Një gjetë numër, 49. Dyre, 50 diçka, shumë I madhë këtë qenë. Edhe po, ka pas, ajo ko kanë qenë 7 gjatë, 7 mëlej. A ke pas shansë me dalë të ajo zona mbrenda në kufi me pa fshatin? Se atje tash vendbanimi paka shumë s'kam betë shumë njerëz. Ka rreth 100 njerëz, ose 100 banor janë aty. Vendi është I papërshtatshëm, kodrinor malor, është gati se Oruglica është vendi më kodrinor malor pe I gjithë aty në fshatrave tonë që kanë qenë atje. Edhe thuhet se në shekullin e 14, që atëherë kur ka qenë koha e Skënderbeut me Huniatin. Është legjenda që u dalë aty, a? Që u dalë aty, thuhet se pikrisht në qatë fushbetej Skënderbeu I ka marrë nga Toplica, nga rrethi Rruglicës, aty u bë lufta më e madhe, 250 kalors ushtar, edhe I ka mësy kryes. Ka I poshtë. Po, domethënë se zona jonë gjithherë në mënyrë historike është përballë me se kemi qenë në front kemi qenë. Pozita gjeografike e ka bërë vetën. Është në një fakt interesant që për ata që se din, uji më I pishëm më I mirë është në atë zonë. Tash, nuk po them se unë vi nga zonë, se ne as nuk e kem ditë si fëmijë. Për shembull, kem pi uji aty ku ka ardha e çeshmja te xhamia, po ne nuk kem ditë çfarë parametra uji ka. Edhe ma vonë e kuptuam që gjitha ajo zonë quhen malet Rodope, që janë malet më të vjetra, gjeologjikisht, dikun 50-60 milion. Për shumë, nuk jam gjeolog, por kum lexu dikun, bile dhe vllau jem Shpendi, që është profesor gjeografisë, dhe babën e kom pas profesor Agendin, ma kanë thonë këtë fakt. Edhe ajo tregon ndoshta që kanalet e kullimit janë tilla që nga që janë shumë malet vjetra, për shembull ka shumë ujë të mirë, është uji I Kitkës, ari I Ogoshtit, masnej është Zajçeci që po pihet. Edhe bëja unë kafe, dilë kafja më e shishme. Po unë mendoj që ai ujë është shumë I mirë. Kam dëgjuar që vjen dikush nga Durrësi, vjen me marr ujë atje për me marr ujë veç për kafe. Historikisht është provu që ajo zonë e ka këtë pjesën e vulkanike komplet, edhe si vulkanik ash, që pe quajmë në këtë gjuhën tonë ashtu. Po. Edhe ne e quajmë Humza. Edhe Kaulini është pjesë, edhe Humza është pjesë vulkanike, tokë rër vulkanike, cilën e kam përdorur përpara për pastrimin e flokëve në vend sapunit, krejt. Edhe pikrisht çato zona që janë vulkanike, ato I kanë ujrat më të fuqishëm. Do me thonë se në këtë pjesën balkanike, unë mendoj që pikrisht kjo zona jonë është më e pasur me këto ujrat që janë. Edhe kurimi, banjat më të përsosuna janë sikur baja Bujanovcit për shembull, ose baja e Vranjës. Që është pjesë shkondeja atje. Po, krejt. Edhe ajo rrym e këtyre ujrave vjen deri në Gilan, vjen deri te Klokoti, është baja e Klokotit. E Dobërçanit pastaj. Tani është tashereja, është edhe baja e Dobërçanit, tani është edhe baja e Uglarit e reja, tash ka edhe te Dunavt, të shku për Kumanov, kjo pjesa e Gilanit për Zhegër andej. Do me thonë se e vetmja bajë më e fuqishme në Ballkan është baja e Klokotit. Tash ai uji që del. Po, është uji gjallë, edhe Nasalca për shembull, që është kur uji gjallë, si e mendon uji gjallë? Është uji natyral, I cili është nuk rrjedh gjatë, po është I gjallë, buron, uji burimi. Do me thonë se nuk është një ujë I cili lëviz me kilometra ose sikur lumenjt. Ujët e gjallë janë ata që burojnë aty para ty, sikur drini. Për shembull, drini ku buron aty, ai është ujë gjallë, ashtu thuhet. Po, që den nga dheu. Edhe nga dheu. Do me thonë se baja e Klokotit është vetmja baja e cila ndërlidhet me rrugtimin e ujrave nëntoksor me banjën e Dibrës.
kështu në mënyrë shkencore e thojnë sot. Edhe nga Dibra, thojnë që uji i Klokotit edhe uji i Dibrës janë shumë Lidhën dikon. lidhen nën toksor. Edhe janë një prej banjave më të kurative, më të mira për smundjet e ndryshme, për eshtra, për shumë smundje të ndryshme. Milem, vitet e 10 de facto ke qenë në Sloveni një kohë. Po isha 1985-86 isha në Sloveni, rrugtimi për një jetë me provu, si thojnë këta të rritë sot, në këtë kohën e sot me provu jetën. Ti ke qenë i ri në atë kohë. Pa i ri. Shumë i ri. Në realitet isha mas shërbimit ushtarak. Se unë shërbimin ushtarak e kam kry 82-83, shembull. Isha i martuar, kisha 2 fëmijë. Edhe punë nuk ka pas ashtu. Kemi qenë në represionin e kohës. Edhe deshta me provu veten, me pa. Po fati ishte që vllaun e kisha në ushtar në Sloveni. Edhe arsyeja vetë me gjithse edhe unë e kam kry shërbimin ushtarak në Sloveni. Edhe kisha një ndjenjë pozitive edhe shkova e vizitova vllaun me një shok timin në Novo Mesto të Slovenisë. Edhe vendosëm me shokin me nejt aty, pse kishme edhe vllaun e shohim vizita aty çdo javë, edhe ne fillojmë një jetë. Edhe po, u vendosëm në Novo Mesto, ku edhe u punësova në fabrikën e Renault. Ishte jashtëzakonisht një ndjenjë e madhe, një ndjenjë shumë e mirë për të punësu me një fabrikë me renome, si një fabrika Renault atë kohë. Unë e njifja gjuhën shumë mirë, së prokuratisht në nivel profesional. Edhe vitin e dytë jam qenë antar i grupit të inovatorëve të ri në fabrikë. Ka qenë hapësirë për mu zhvillu aty jashtëzakonisht. Sa ke ndajt atje? Aty kom nejt deri në 88-89. Do ke kriju një përvoj punët? Po, krijuva një përvoj jashtëzakonisht mirë punës, e mësova gjuhën jashtëzakonisht mirë. Slovene, po thua? Gjuhën slovene. Se ti sëpokratisht e ke një? Po, slovenishte është një gjuhë ma ndryshe, ma shumë interesante, e mësova që mirë sa që shkrim e lexim. Tani në 88-ën kom marrë pjesë edhe në garat e Notit në Ljubljana, prej fabrikës. Do me thonë, edhe ishte shumë interesant. Edhe mas andej u ktheva në 89-ën në Kosovë, sepse fillun gjanat me ndryshu, mënyrë politike, mënyrë sociale, mënyrë kejt, vetë gruaja me fëmijë në Kosovë. Ka qenë sfidë. Ka qenë sfidë, edhe plus atëherë u përgatit që ne ishmi ma të informu në Sloveni për çka po vjen. Se Slovenia nda shkatrimi që Jugoslavia. Sigurisht, ata më tregojshin që jemi shumë afër, edhe Jugoslavia po prishet, atëherë u do mu kthy në Kosovë, mu kthy në Gilan, te familja, edhe u ktheva. Edhe fillova një jetë ndryshe në Kosovë, isha edhe afarist. Në atë kohë kisha një dyqan ashtu sportiv, me bilarda, me kompjutera, me kështu me ishte aktuale në atë kohë për rinin, se rinia pa punë, për mu mbledh, rinia mramje, me u shoqëru, me kredi kështu me ka qenë shumë e mirë. Po, nga ty ke dalë në Austri pastaj. Në më thëmë se situata u përkeqësu në atë kohë, represioni që është jashtëzakonisht i njohur për gjithë viteve 90-ta, 92 ishte edhe pavarësia, deklarata e pavarësisë në Kaçanik. Në Kaçanik krejt kështu me radhë, edhe unë e pash që nuk e di, ma mur mendjet se është mirë mi marë fëmin, familjen edhe me shku dikun për një jetë ma të mirë, se ne nuk e meritojmë ashtu. Edhe ndodhi që ka ndodhi, vendosa i mora grune fëmin edhe shkum në Austri.
natë dytën. Edhe fillum një jetë shumë interesante aty. Edhe kemi jetu deri, do të thonë prej Austrisë kemi arë këtu. Vitin dikon 97 duket, pastaj një. Po pse në Kanadë një? Ishte një reklam aq e fuqishme në Evropë, sidomos në Austri. Komshit e mi ishin të Bosnës. Edhe ata ishin inxhinierë, ishin e proru shtarak. Edhe një komshi imi tha edhe une po përgadit në e kom qitë lutin për Kanadë. Po thash pse? Se sa e kish një kushirit vetin në Vancouver. Edhe i qoj ke fotografia, letra, qka është ne u shëshnojshme. Letra në atë kopat, në atë shtatën, me letra. Me letra. Këto urimet e qyteteve, Vancouveri, ato karpostalet që kanë qenë të bukra. Me që Vancouver është i bukur, me foltash. Po mirë, amo ka qenë ka qenë intimiduese, ka qenë shumë e fuqishme e reklam sa bukur Kanada, me ato Rocky Mountains, që qërë ne këtë maket, ka qenë me gjithse Austria shumë e bukur, vendi një prej vendeve më të bukura, unë e që maj shumë në botë. Edhe tha po shkoj, edhe unë e du me arë. Për një jetë matë mije, se ky... Ti s'ke pas probleme të dokumentacion në Austri? Absolut jo. Në 97 kam qenë plotësisht në rregull, s'kem pas problem, fëmija kanë qenë shkollë, jeta është zhvillu mirë, por ajo etja, në realitet, unë kam pas dëshirë me ju qasë ma tepër shkencës, dijes, studimeve, një jetë ma ndryshe. Atje ka qenë kufizuar kjo formë, se nuk kemi pas shumë mundësi. Kret. Edhe këtu, pikrisht, ai shoku thatë që po, në Kanadë nuk ka limite. Edhe unë isha jetu për ato, edhe ajo është që ka më shtyti me arë në Kanadë. Erdhëm veti 6 me gru me 4 fëmijë, si turista këtu. Ka ty 30 po bo? Po, sigurisht, po. Një jetë e tanë. U rejtë të fëmija këtu, u martune. Po. Je bo dhe gjysh, Milem. Po, jem. Duhet për me tregu të ashtë, mos të tha që ke punu në ushtrinë e ke krynë të dhe 4 herë gjysh. 4 herë gjysh. Mashallah. Faleminderit. Milem, une du me qenë një temë interesante me ty, je dhe fitoterapist që mirësh me këto, bën disa koktele, me thonë, barishtave. Unë për veti ko marë, po çka mund ka arë interesant, është kjo rëshër i lire, po si thojnë në anglisht Illyrian raisin. Edhe na fol për këto. Ja, pas shumë peripetive, njohurive, studimeve, e tjera, si përfundim nga natyra studimi fitoterapisë. Që është në vetë? Fitoterapia është shkencë e medicinës bimore, edhe mirët me studimin të gjitha smundjeve dhe terapive, praktikisht fito është bim, edhe terapia bimore. Dhe me thonë, është një për herë të parë, perëndimorët e kanë zhvillu fitoterapinë, se perëndimi nuk e ka pas këtë terapit ose bimore ose medicinën alternative. Si u qujtë e na mjekësi popullore. Po, mjekësi popullore. Me një gjuhë tillë. Po. Kurse për herë të parë perëndimi edhe Kanada, kolegjet kanadeze, edhe në Evropë, Anglia e krejt, fillun me studimin e fitoterapisë në për shkolla, në për krejt institucione, me praktikat e tyne, edhe unë fillova me studiu fitoterapinë, për qenë fitoterapist, për me qenë herbalist. Si dhe barishtare. Po, si përdorimin e tyne, edhe kjo fitoterapia e përfshin këtë pjesën e studimeve të gjitha mjekësive të lashta. Dhe me thonë, pej medicinës tradicionale kineze, ajurvedës, shkencën bjetën indiane, afrikane, egjiptiane,
greke, edhe ilirët kanë pas një thesar të hatashëm Në antikitetin e hershëm. antikitetin e tyre, edhe pse nuk është përfol, nuk kemi gjetë shumë, ma shumë Aristoteli ka shkruar për këto gjëra në librat e tij, për atë arsye dhe kam gjetë rëshiren pikrisht. Do kthejmë në të rëshira, po është edhe janë edhe koreanët, japonezët që e kanë shumë zhvilluar Po, këtë. ajo është medicina tradicionale kineze e lashtë. E lashtë, po. Masandej kanë rrugtu japonezën jashtëzakonisht të hatashëm në këtë pjesën e fitoterapisë ose medicinës alternative. Koreanët janë jashtëzakonisht shkëlqyshëm, vietnamezët gjithashtu. Kjo pjesa aziatike është jashtëzakonisht e mirë edhe shumë e lashtë. Sanskriti indian te Ayurveda që daton shumë herët. Do më thonë para Budës, para Krishnës, para këtë Shumë vjetë. krejt. Të në ata i kanë chakrat, i kanë mënyra e sistemi i jetës. Masandej kemi edhe Aztekun e Meksikos, është shumë i lashtë. Do më thonë Azteku mund t'jetë i lashtë sa edhe Egjiptësit me Peru. Ku hi këtu ilirët? Pse rrëshër ilira, po ilirë rejzën? Ilirët kanë pas një thesar të hatashëm të Recetave? Të ta quajmë kështu, në kohën e lashtë, natyra ka qenë aleat kryesor për njeriun. Njeriu e ka pas gjithçka prej natyrës. Si ushqimin, si trajtimin e smundjeve të ndryshme ku ta diun. Ilirët si trashëgimtar të problemeve të paratyne, të gjitha ato luftat që janë janë kryqëzu pikrisht aty ku kanë qenë ilirët, në Ballkan. Edhe luftat perso-greke, edhe ilirët, edhe romakët, krejt kanë luftu aty. Na gjithmonë nuk kërç. Gjithherë aty. Kështu që po, ka qenë nevoja për gjetjen e kurës ose ilaçit për ushtarët, sikur koha e Aleksandrit për shembull. Tash, para se me ardhë koha e Aleksandrit, Aristoteli ka shkruar për rëshirën ilire. Do më thonë se Aristoteli e ka marrë prej Platos, prej platonizmit. Plato e ka marrë prej Sokratit. Tash para mendoj edhe sa ndoshta edhe 1000 vjet ose me 1000 vite para tyne ka ekzistuar si ilaç. Po çka ka brenda? Tash rëshira ilire, kështu e kanë quajtur atëherë, nuk është një emër cilin e kam vendos unë. Kjo është origjinali, rëshira ilire. Është një lloj mase e cila gjendet në natyrë, në shkrepat e maleve, në shkëmbinj. Është një formacion i cili është bë me shiu, fermentimi i barishtave ndryshme, insekteve ndryshme, krejt komplet ajo mas. Edhe është bërë si një lloj mase e lloqit, bitumenit, ashtu t'i quajmë. Ajo është mes shkëmbëve, është mes plasaritjeve të shkëmbit krejt. Aty ku dhit shkojnë edhe... Pikrisht. Edhe tash shumë interesant këto me dhit se ke folur aty. Po, kjo është ajo ku dhit për shembull, ne i shohim në televizion edhe rrin në ato shkëmbi. Edhe ne thojmë, po çka don dhia me ne në shkëmbi. Pikrisht ajo ushqihet me rëshirë, me këtë rëshirë. Kjo rëshirë me bitumenin që me zgurë. Sigurisht. Këtu ka sa minerale janë? Janë rreth 80 pe tabeles periodike. Dhe më thonë është e vetmja substancë natyrore e provuar nga shkenca, e cila ka mas shumëti minerale natyrore. Është rëshira ilire. Kjo, çka ndihmon kjo saksisht? Kjo për shembull, pikrisht kjo që thamë, dhit për shembull i kanë ashtjen ma elastik prej... Ma të fort. Tash ma të fort, ma të fuqishëm. Tash lemo elasticiteti i ashtit, po është edhe qëndrimi psikofizik, balancimi i mendjes. Për shembull, rëshira përdoret edhe për... Kur thojmë ashtin është kockat, që kuptojnë edhe vëllezërit tënë nga Memedheu, për kockat. Ne i thojmë gegnisht si i thojmë asht. Po mendoj që gjitha dialektet e gjuhës shqipe
ashtin e Ashtin. kanë më të vjetër. Kurse kocka është pjesa e ashtit, nëse unë e mendoj ashtu. Po, okej. Kështu që mendoj që në rregull. Domon kjo i ndihmon forcimit të Po, eshtrave. sidomos ashtit. Për shembull, nëse ne e marrmi si shembull, që është provu shkencëtarisht, një pulës me a thy këmbën, edhe e kanë ly me rëshirë, edhe e kanë lidhë, mas 12 ore është kuru plotësisht ashti. Dhe me thonë nuk ekziston ai substancë diçka natyrore, që është më e fuqishme për forcën e ashtit. Do me thonë se osteoporoza, kur neve në adopsohet ashti, ose kockat kur në adopsohen, për shembull rëshira është fantastike për forcimin e kockave tona ose të ashtit. Në anën tjetër, sistemi nervor, sidomos është e fuqishme edhe te Parkinsoni për shembull, për shumë smundje tjera. Edhe Kjo është ushqim bimor me fjalë. Absolut, kjo është ushqim dhuratë e natyrës. Nuk është e manipuluar në për laborator. Si ka qenë një moment me atë instruktorin e japonez? Po, ishte shumë interesant. Më tha, prej nga je, i thash jam prej këtij vendit. Shqiptar, thash kështu. Tha me të vjetrën, si tash ne mendojmë që jemi i lirë. Thash kaq i lirë. Tha, ke dëgju për rëshirën i lirë? Thash, jo, nuk Këto fillimet e para, po këto janë fillimet e para. Po. Edhe atëherë ishte një interes shumë isha i lexueshëm, kisha lexu jashtëzakonisht shumë rreth kësaj medicine alternative, po nuk e kisha has askund, në asnjë formë, kurrë në botë. Por më tha që po, është edhe mjeku polak në Poloni, i cili punon me rëshirën i lirë. Edhe kom kontaktu edhe mjekun polak, edhe ai më thot po, është rëshira e lirë, ashtu quhet. Po thash pse nuk është e shkrume, askund. Jo, tha, është e shkrume. Ku është e shkrume? Tha, është duhesh me shku në Kairo. Aty është e shkrume, tha, në librin e 7 të Aristotelit, mbi natyrën. Edhe po më tregon, cili libër, ku duhesh me shku me marrë, me gjetë, me lexu krejt. Edhe ishte interesant, edhe po, në librin e 7 të Aristotelit, Aristoteli e ka përshkruar jashtëzakonisht shumë mirë rëshirën e lirë, edhe forcën e saj, edhe ka shkruar edhe prejardhjen, paratina, që është ditë, pikove të lashta. Edhe pikrisht është Aristoteli ai i cili ja ka dhënë këtë njohuri Aleksandrit të Madh, kur ishte edhe nxënësi i tij, 18 vjeçar. Këtu ka qenë japonezi kur ka bë pyetje si e ka fituar Aleksandri i Madh luftat. Po, luftat. Do të thonë se në atë kohë, për shembull, ata kanë pas sopata ndryshme, thika ndryshme, shpata ndryshme, paramendohet ti gjithë ato shigjetat e gjata. Phalanx, shqyrtër në anglisht. Ashtu, do të thonë se gjithë ato problemet e lkurës trupit krejt që premjet që janë. Mu shëru ata ka të shpejt. Ata kanë pas luftë për ditë. Jo për shembull mas një vjete, edhe tash ka qenë shumë interesante. Por rëshira ka qenë sekreti kryesor i armatës, ose i kurimit, ose i shërimit ushtarëve të Aleksandrit. Është një sen tjetër që unë e kum provu, shpesh ku marr ndonjë rregullisht një muj, pastaj pauzë. Unë për veti ku e kum marr, mu ma nga unë një ndjetësi të lehtësisë fizike. Tash ndoshta nuk po di me shpjegu, duhet me pas kujdes që me qeni kjo. Se dikush thot t'jep energji. Varet si e shpjegon energjin. Kjo nuk është kur pino Red Bull edhe ty t'jep që një forcë, po unë si e kom përjetu, ka qenë një lehtësi fizike. Dëmon, nuk jam lodhur shumë nëse kam bo lëvizje shumë ose kam ecë. Do shta kjo shpjegohet që ushtarët Aleksandrit kanë ecë 12 orë në komës ju në lodhë. Absolut. 8 orë me 2 kapsula për shembull, je në gjendje për 8 orë ti mos mendi absolut as lodhje as lodhje. Absolut. Edhe pse unë për vetit nuk kom pas në side effect, që dikush mundet me thonë për këtë janë bimore, din. Po kjo gana forca?
një vogël përfshirën për me përmbyll me to, shembull te prerjet. Shembull ka qenë një rast shumë interesant, bashkëshortja eme. Shkum në Gilan edhe vendosëm me shku në Malzi ndeti. Edhe shkallëvet pa përpunume, rëshiti edhe e qau themrën komplet. Edhe u bo problem, tash na veç unë isëm për rrugë. Edhe çka bona une, e mora rëshirën, e rregullova dhe e mbylla atë prerjen që është bo me rëshirë, me fash, krejt komplet, edhe na unisëm qashtu në deti. Edhe 10 ditë sa kemi qenë në deti, nuk e ka hiek fare, absolut. Qashtu kemi qenë në ujë, qashtu kemi qenë krejt. Kur jemi kthye, do me thonë se është, i kom edhe fotografiat, si dëshmi, për shembull, është absolut është ngjit, edhe sot për shembull, as nuk dihet që ka qenë e prerë aty. Është si mrekulli. Do me thonë se te prerjet, te këto gjanat edhe tash, këto mund t'jekën, edhe lyhet, edhe shërohet, çdo gjë. Po tash kjo si produkt, kjo gjinit edhe na për vende ndryshme, domethënë. Këtë e kanë studiu mas shumë të, Aleksandri për shembull, kur janë shku deri në Indi atje. Po. Edhe ajo pjesa e ushtarëve që kanë met mrapa. Ata të hunzës. Ata të hunzajt. Që na menon që janë ide. Të hunzajt, ata kalashët, ata bamirës, një 3 fise atje që ka janë met. Ata e kanë pasër rëshirën me vete. Edhe ata e kanë përdor deri ditët e sotme. Edhe ata e kanë shpërnda atë njohuri me pjesën jugore, popullatës, lokale, krejt. Edhe pjesën e Kazakistanit, ajo pjesa e ndeshme. Veriore. Edhe rusët janë studiusit më të mëdhenj të rëshirës. I lire pikërisht prej tyne. Edhe rëshira i lire për shembull është një prej substancave natyrore e cila është e studiuar më së shumti në mënyrë shkencore. Dhe është e vetmja substancë e cila nuk ka mund me u sintetizu asnjëherë. Kjo është gjithanej në përshkëmbi ndryshëm. Ka vende ndryshme, ka vendin ton shumë. Po janë këta si i lirë ishin të parë që e kuptuan rëndësinë e saj ose si më honë e përpunuan ose ndoshta e kanë marrë. Ose edhe e kanë marrë, nuk po çudi. Egjiptasve vjetër. Se na i lirët edhe egjiptasit kanë qenë dikon ju përpuq më herë. Shumë afër. Do të thonë edhe para 5000 vjet atë. Edhe varrezat egjiptase, krejt që janë edhe në piramidat, krejt ka pas shumë për kësaj zonës tonë, kanë qenë një. Për shembull Kleopatra për shembull. Kush ka qenë Kleopatra? Kleopatra ka qenë pikërisht e zonës tonë, është bia jona. Këtë qeni debat kanë mu tranohë, që na dule Kleopatra shqiptare. Jo, unë s'po thëmë shqiptare, po është për zonës tonë, kështu pe quajmë, këto e në fakte historike. Po veçi, këto gjindet në përshkëmbi, kë gjithanej. Ideja ka qenë se si me marë atë lloj bitomeni nga shkëmbi, me përpunu, me pastru edhe me pas mundësi me përdor për kura ndryshme. Po, absolut. Për premje, për çka do që i ka ndonë kur, ose edhe për punën e energjisë. Absolut. Do më thonë, rëndësia e organizmit është fantastike me rëshirën. Kështu që po. Me fjallë tjera Aleksandri e pas ka fitu. Po. Rëshira ka qenë një prej, sepse edhe shtizat që i kanë ba, kjo si bitumen për shembull, e kanë vënu, edhe e kanë përzi me helium e me krejt, edhe i kam në shtiza, se kjo rrinë, në gjitët. Në gjitët, po, si dyll. Si dyll, në gjitët. Po. Edhe botë siguri. Edhe shu që shumë varsisht çfarë aplikacione kanë bo. Edhe shu që po. Po kjo Gano Forca? Gano vjen prej emrit Ganoderma lucidum, është një prej këpurdhave që quhet këpurdha e pavdekësisë, që përdoret mbi 5000 vitin në botën aziatike, sidomos në Kinën e vjetër. Është Ganoderma lucidum, është shumë interesante, mundesh me hap, edhe mi pa se si ban këto. Është një kombinacion. Kjo është për qetësimin e mendjes,
rritjen e fokusit, ndikon shumë mirë në nivelin kardiovaskular, shtypjen e gjakut për shembull, bën balancimin, aritmien, e kështu me radhë. Edhe është Këto pilulat gjëra, po? po, këto janë të mbushura me ekstrakte pikërisht A mund të qenë bimore. edhe? Po, absolut. Këto zakonisht unë nga njeri qes edhe në kafe. Po më ke thonë, Po, më ke thonë. kafe, Unë nuk qaje. jam i guxim shumë si ti. A jo, janë Më bimore. thashtë, Gjemi, mos ke del, për që ti Këto më janë ka ushqime, suplemente, Ushqime, po suplemente ushqime. bimore. Kështu E këtu. që, po, janë shumë interesante. Po. E ti, Milem, shumicën e këtyre materialet është nga Azia i porositë, këto kombinime. Zakonisht unë punoj Blandën e shumë, parë, si po, më po, thonë. unë punoj shumë me medicinën tradicionale kineze, e ka ma për shpirt, ma shumë besoj në lashtësi, në rezultatet e bimëve tyne, edhe me medicinës holistike të tyre. Se medicina holistike, fjala holistike është gjithë përfshirje. Edhe ata e kanë atë metodën e tyne, bashkimin e shpirtit, mendjes edhe trupit. Edhe funksionon. Te din që ne kem folë edhe për punën e meditimit, unë e kam praktiku një kohë, tash jo shumë, TM Transcendental Meditation që kem folë, që vjen nga ajo vaje nga India, që edhe ajo është një lloj ndihme për balancimin edhe të mendjes edhe trupit. Po. Po, kjo është në të vazhden gjitha këtyre që tash është një, si më thonë, invazion më i madh i njerëzve që janë të interesuar për shkak për meditime të ndryshme, janë të interesuar për barishta, se është edhe kem bisedu këtë temë që është një paragjykim i madh i njerëzve rreth këtyre Simon, medicinës alternative. Ka munguar ndoshta Ka informacioni. mungu informacioni. Tash nga që edhe media sociale kanë bot mundë dhe interneti që njerëz po gjejnë kura ndryshme. E kjo është me rëndësi me ditë pak, po edhe me përdor. Po une du me qenë dhe një temë. Se ti bon kombinime ndryshme. E di, po unë kam pas që fokusohem vetëm disa. Tash, shumë shqiptarë vujnë për heliobakterit. Qka është la heliobakterit? Qka është? Unë për vetit nuk e kum pas në erë, po i kum një si më abete. Pikërisht para se me vazhdu me këtë pjesën, medicina ose fitoterapia, medicina alternative edhe komplementare, këto janë të bazuara në shkencë, edhe këto studiohen, për shembull. Pjesa kryesore e këtyne procesimit, të mendimit, zgjidhjes ose të kuptimit se ne kurojmë pacientin, jo smundjen nga fitoterapia për shembull. Edhe duhet me kuptu jashtëzakonisht mirë gjendjen psiqike, fizike, individuale. Tash smundjet e ndryshme zakonisht fillojnë me inflamacionet tona. Inflamacionet tona që kemi në organizëm, ato sigurisht vinë prej bakterjeve të ndryshme. Mikrobioma jonë ka ma tepër se 2000 bakterje që punojnë punë të veta, e tjera. Edhe nga njerë kur kemi naj invazion nga jashtë, vjen naj bakteri fuqishëm, edhe e prish atë harmonin e bakterjeve që neve i kemi të mira, ashtu quajtur. Në bark apo se në Po, lukt, si po, thëmë, lukt. sigurisht. Edhe atëherë bëhet ajo dis-ease, atë që thirë disease, si smundje. Heliobakteri zakonisht mënyrë shkencore thuhet që vjen prej ujit pa pastër. Tash zakonisht është shumë interesant. Pse ballkanasit shqiptarët kanë më shumë të heliobakter. Interesant është. Uji duket, unë e kam provu, e kam testu ujin atje poshtë shumë herë, sa herë shkoj, nuk më del rezultati i keq, më del i mirë. I knaqëm, po, i ujit. Amo heliobakteri gjithherë është prezent. Me thonë pa pastërtia nuk munde me thonë ashtu, por
mundet me ardhe në bazë të ushqimit, në bazë papastërtisë pemëve, të perimeve, këto. larje e tyne, para përgatitja, e tjera. Po heliobakteri, si çdo bakter tjetër, edhe ky mund të kurohet shumë lehtë. Domethënë në natyra e ka bimët e veta e cila e kuron gati çdo sëmundje. Po problemi është që nëse heliobakteri nuk trajtohet me kohë, ai mund mu rebelu dhe mundet me formu koalicion me bakterje tjera. Edhe atëherë neve na shkakton shumë probleme. Bëhet nami mas. Tani kemi kandidën, e kemi Escherichia coli aty, kemi krejt. Ato tani kanë pe këtë kësaj aleance përfitojnë edhe parazitët, edhe parazitozat që i kemi në organizëm, që parazitozat asnjëherë kur kush nuk i ka as trajtu, as përfol në mënyrë publike, që është shumë e rëndësi. Vetëm këto po pati heliobakter, sa me marrë një këto barishta? Po mundet për shembull 2 herë në ditë, në mëngjes, mbrëmje. Këto zakonisht botës bimore merren jo me ushqim, mirën mëngjes me çaj të nxehtë, me kafe, me diçka të vakët ashtu. Ngrohtë, po. Milajm, edhe diçka du me folë për 2 krema super fantastike, diçka që une e di, që shumë shokët mi edhe familjare ka përdorë, për Viktorin edhe për këtu janë 2 janë Gentianin edhe de facto në falë janë 3. Tash. Plot njerëz vujnë nga homoroidët. Pak është e turpshme njerëz me folë, me thonë që kanë probleme me to, dhe është një temë që jo shumë njerëz dhe qelen edhe flasin. Po, ka plot që vuajnë edhe unë e di që ky krem Viktori, që ka një erë interesant, është si ere karote si jemë. Po i ka 28 bim. 28 bim. Po. Unë e di që është bimor, plotësisht. Shumë shokët mi që e kam përdorë, edhe kanë arë për vëdim po gjemi më ka kry punë. Unë për veti s'kum pas nevoj, unë e kum përdorë për gjana tjera, po si është e mundu kjo me shëru homoroidet, se është shumë siklet, se tash janë 2 lloj të mështi, 2 lloj, se di për janë homoroidet e mbrëmshme dhe t'jashme. Po. Ma mirë mos të futëm se tash në ato termet janë... Po mirë, ne po bëjmë një bisedë. Më mështarisim me folë tash është beduli edhe si janë ato të muzikës bac, jo. Po, homoroidet e jashtme edhe në brendshme. Po unë e di që shumë shokët mi që e kam përdorë, jonë habit, që është e mundën, që po krymë punë. Edhe kjo krymë punë. Tash, sa tha janë këtu bim? 29 bim. Se cilja bim komponent e ka rolin e vetë, ashtu është e studiuar. Kjo vjen nga ideja e medicinës tradicionale kineze, që është bo një punë shumë e gjatë. Edhe është një krem antipruritike, pruritusi quhet në mjekësi kruarje, që shkakton problemet mëdha, sidomos te fjalat e hemoroidet për shembull, sepse të gjitha ato papastërtitë që ne i kemi në zor, në bark, që e përmende përpara me ndërlidhje dhe me këtë pjesën e kandidës ose patogjeneve të ndryshme që janë edhe ato për shembull janë shkaktar kryesor. Kur ato dalin jashtë, pastrohen, detoksifikohet organizmi, ato ndalje krijojnë tension për shembull. Edhe konstipimi krijon tension, krejt, edhe janë faktorë të shumtë që vjen deri te paraqitja, thatësia e hemoroideve, ose ai thirret edhe si majasil. Në gjurë tonë që i ka thonë si majasil. Po, majasil. Tash këto të mbrendshme, këto të mbrendshme. Po. Këto janë ma të mërshme dhe shkaktojnë ma shumë probleme. Si quaj një terma pa të thonë? Tash për shembull hemoroidet, për shembull 2 vazot e gjakut që janë anash në muret e daljes, të anusit për shembull. Ato mund të fërkohen.
mund të fërkohen, mund të preken, mund të gjakoset, e tjera. Këto janë prekursor kryesor për formimin e shumë patogjeneve në pjesën e jashtme. Edhe unë mendoj që aty formon edhe myshqet ose këpurdhat krejt. Edhe aty bëhet një tmerr i madh. Kemi edhe bakterje, edhe myshqe, edhe krejt, edhe e bën të pashërueshëm situatën. Përdoren kremrat sintetike, cilat pjesërisht e ndihmojnë, po jo në atë kuptimin për shërim të plot, sikur kjo bimorja. Kjo bimorja, për shembull, Victorin këtë rast është ideal, sepse kjo është antifungal, krem antifungale. Kjo vret fungalet, kjo i vret parazitët, kjo i vret gjithçka. Në këtë rast, për shembull, me pastrimin e këtyne patogjeneve që janë, i lehtësohet vetë lëkurës, për edhe është një pjesë ftohëse, kur e ke prua, e ke pa kjo ftohë. Po. Kur e vënon, sidomos në psoriazë dhe smundje tjera, eksem, kjo bën ftohje. Edhe hemoroidet duhet me u ftof, se kanë kryen temperaturë të madhe. Edhe tash me ftohjen, ato zbuten. Do me thonë se ftohja është zbutja, kurse temperatura e madhe qonë deri të vlimi. Të vlimi, të gjaku e krejt. Bëmehe. Ashtu, do me thonë edema. Kështu që po. Unë Milajm e di që shumë shokë kam përdor edhe ju ka përshtat. Unë për vetë tash ma herë s'kam pas nevoj. Kam përdor në vene tjera, po tash këto janë tash ma herë 2 lloje të jashtme dhe të brendshme. Po. Po këto të brendshme? Po hemoroidet e brendshme ato veç nuk kanë ardhur deri te pjesa jashtme. Ato kanë kriju atë ambientin e vetë paradalës të mrenda. Edhe ato trajtohen njëjtë. Pikrisht injektohet Victori. Injektohet me adapter mrenda, edhe pikrisht është kjo lufta në mes me patogjenin. Kjo është vrasës i patogjeneve. Ka raste kur kanë pacienta ose njerëzit edhe fistula. Fistula është pikrisht në qatë pjesë, e cila damari kryesor është i plasaritur edhe del prej një anës në anën tjetër. Sidomos fistulat të gjinia femrore janë jashtëzakonisht pa parashikueshme, se i kanë organet shumë afër, edhe del prej zorës trash në pjesën tjetër, edhe po, Victori ka tregu rezultate gati se në çdo fushë, në çdo veprim. Këto a ke po patentin Zvicër? Këto bimt zakonisht për publikun që ta din, bota bimore nuk patentohet. Bimt nuk mujnë më patentu. Jo, po e kom fjallin kombinimi kësaj. Tash, kombinacioni ke këto falemderimi që ka bojmë ne ose unë, i shkon krejt atyne terapistëve, shamanistëve, me mija vjetë që kam punu në këtë drejtim edhe kam pru deri këtu. Po. Për shembull, pej Hipokratit, si baba i mjekësisë, shembull, kjo është dega kryesore i Hipokratit, edhe deri te unë, i cili unë nuk kom bo në atë kuptimin shpikje. Unë kom bo vetëm se përmirësime. E kam studiu medicinën tradicionale kineze dhe prej tyne e kom marrë, e kom studiu edhe i kom bo pastrimin e disa bimëve. Kjo është një kombinim që ti e ke bo? Po, është një kombinim imi që ka ekzistu, ka evolvu me kohë, po unë e kom marrë një hurin edhe e kom bo ndryshe. Edhe më ka dalë rezultati mirë, sepse ne sot e kemi shkencën afër, i kemi laboratoret afër, edhe unë jam edhe antar për 2014 në Londër, jam antar i asociacionit medicinës bimore në Londër, edhe ata neve na çojnë libra për çdo vjet, informacione që ka ndodhur mes bimëve, se edhe bimt nga njerë nuk e dojnë njëna tjetrën. Në kombinimet kombinimet mund shkaktojnë probleme.
thirret pyruliza për shembull. Edhe unë i kom marrë, i kom pastru disa bimë që kanë shkaktu problem. Në kohën e lashtë që ata nuk kanë pas laborator, nuk e kanë ditë. Edhe kurse ne sot mujme me ditë më shkencore, 2 substanca biokimike, nëse preken, çka ndodh. Edhe kështu që është bo një kombinim i hatashëm, kurse falemderimi është konkret aty në herbalizëve prekos, edhe këto gjana nuk patentohen. Kjo është, po, çka kom bo për shembull, vitin e kaluar, i kom qenë në Zvicër, se Zvicra është një vend i cili është i besueshëm laboratoret e tyre shtetërore. Edhe i kam lutë dhe i kam kërku që të mi testojnë kremat. Ti testojnë edhe ti shohim në mënyrë mikrobiologjike edhe mënyrë alergjeneve. Që nëse e përdor në i fëmijë ose a mund ndikon të bëjnë kryon e alergji apo jo. Edhe kanë dalë rezultatet fantastike. Dhe më thonë, aqë fantastike sa që dhe atë në befasu. Milem, këto 2 tjerat, njëra quhet Kjo pjesa Gentianit, kjo është krem minerale, e cila ka 5% bim, vetëm se, po, përdori ka edhe rëshirë në ta. Po shka përdori kjo? Kjo është ka zink, gati 60% ka zink. Zinku është për lëkur shumë i fuqishëm, absolut. E rigjeneron shumë keqit. Kjo është vetëm se pak e shep. Po? Dhe më thonë se kjo është një krem fantastike për rigjenerimin e lëkurës, për problemet e shumta në Zvicër, Zvicrant e përdorin edhe për hemoroide, edhe këtë, Gentianin. Po kjo zakonisht edhe gratë e përdorin edhe për ftyrë. Emilia, ma mojnë me përdor të për ftyrë, se këtë se kom provu? Mas rojës. Ha? Sikur unë e përdori tanë kohën. Po mos po bono në shumë kështu tani këtë parru dhe... Jo, po shumë bukur. Do dukesh më mirë. Se dhe ashtu, adem, për mes me fillu tash si pithoj këto në botoxa, këto mjui këto ne. Edhe ky është e ka një tjetër. Kjo ma te përdoret për akne, për të djegurat, kundër diellit për shembull, djegjet e ndryshme. Po tash te akne du me pyet diçka, se është një problem, sidomos te fëmijët e rritur, më mirë me thonë teenager. Sigurisht. Kur këto kanë probleme ftyrë, është katastrofale për vetbesimin e atyre fëmijëve. Se edhe duket keq, edhe duket si me pas varra në ftyrë. Po, është shumë e rrallë. Sepse shtrydhen ato, ngacmohen. Është e pamundshme mos mi ngacmu, është irritim, është kruje, kruje. Sigurisht, kjo është. Po me përdorimin e të 2 kremave, Viktori për shembull hudhet për herë të parë për me i pastru patogjenit, për shembull, çka janë infeksionet. Edhe Gentiani është ai i cili i shëron plotësisht, e ushqen lëkurën, e ushqen poret, e ushqen qelizën, edhe e rigjeneron qelizën. Tash, për shembull, mund me përdor këtë. Absolut. Po. Kjo për shembull e zbut edhe pjesën e këtyne varrave ose skuqjeve që kanë mbet për varrave të vjetra, sepse e ushqen lëkurën. Për një kohë të shkurt, lëkura kthehet jo këto se kom përdor, po e kom ndërmend me përdor. Ja, është mirë. Po, dhe mos po dukna si ato geishat, mos po qenë shumë. Ma pak, shumë a pak, i shtres shumë të holla. Ashtu, shumë të holla. Milajm, po kjo tjetra? Kjo është Perfect Age për mashkuj, men's cream. Këto e kom bo për vete, mas rojës, se ne mashkujt gati s'kemi kurfar diçka specifike për me mbrojt lëkurën tonë. Një ideja famshme. Po, Solea ka qenë. Solea. Ashtu është, Solea ka qenë. Si fëmija për mashkujt. Ashtu. Po. Por kohëve të fundit nuk kem pas diçka specifike, edhe me që unë i punoj me to, e bona për vete. Masi e bona për vete, disa shok, jo boma edhe mu një, edhe kështu që filloj.
Edhe kjo është mirë mu përdor njëjtë. Kjo është absolut mas rojës, është fenomenale. Pse se kjo ka edhe Viktor mrenda, ka edhe Viktor, ka acid hyaluronik, ka e bën zbutjen e lkurës, e bën pastrimin prej lkurave gjithherë e mirë. Milem, unë di definitivisht që do ta provoj mastrojës, edhe pse sa kem dhejt bashk, veç Viktorin e kam marrë për nevoja që kam pas të vogla, po unë gjithsesi do t'i përdori, po këto kem për neve, apo më dohet. Po, sigurisht. Bacallash ashtu, ta dim. Ashtu. Mos na ndroj ma vetë, ha? E di që je shumë njeri generos, kështu je doshlir, edhe je i mirë këtë drejtim. Gjithmonë kur takomi, thu Gjemi që çto një dhuratë për ty, unë falenderoj për ato, po bon edhe gjëra tjera, Milem, apo? Po kam studimet janë thella, pos kësajna edhe medicina vibracionale, që folem e prekëm pak me meditimin e me krejt. Medicina vibracionale në Tibet, që është jashtëzakonisht e lashtë, edhe atë e kam studiuar jashtëzakonisht mirë, janë meditimet e thella edhe transcendimi mental. Që shumë pak flitet për ato tema. Dhe që du me qeli dhe një temë me ty, ma sta arroj këto ma kujtova. kretë që ka i kom bo, për shamu, këto studime, këto i kom 250 formulat mija që punoj për çdo fenomen, ashtu trajtim, tash kalojmë pe medicinës alternative në komplementare. Edhe tash ketë bota, kretë me medicina, ketë llojet e medicinave botërore, janë ka shkojnë nivelin integrativ, edhe ne jemi pikrisht këtu. Çka do më thonë niveli integrativ? Që ju nuk jeni nga ata që thoni jo, po mjekësia tradicionale, ose ma mirë me thonë edhe mjekësia konvenciale, është diçka që ju nuk është që se pranoni. Mos ke këtu na ketë shkuptim. Këtu janë informacione cili njerëzit nuk e kanë. Medicina, fitoterapia, është degë e medicinës. Nuk është e ndarë, është pjesë e medicinës shkencore. Është degë e medicinës alternative dhe komplementare, shkencore. Çdo barishte, çdo është e provuar në laborator në mënyrë shkencore. Edhe tash, kur kalojmë, komplementarja është kur kombinohet me pajtimin e mjekut konvencional, ta quajmë, për smundjet e ndryshme, edhe bojnë një punë jashtëzakonisht të mirë. Integrativja është tash medicina e cila po e ka eksperiencën me alternativën edhe me komplementaren, e kam provu, sikur tash për shembull për smundjet e randa, sikur që është pjesa e kancerit, që thirret terapia, imunoterapia për shembull. Pikërisht imunoterapia vjen prej medicinës alternative dhe komplementare. Edhe tash jemi tuar deri në nivelin integrativ. Po pjesa e popullatës e cila nuk ka informacion e ngatron me medicinën alternative dhe komplementare me mjekësin tradicionale, që quhet në popullin ton populloria. Popullore tradicionalja, ato nuk kanë shumë zhvillim nivelin laboratorik ose shkencor. Edhe një pyetje du, është shumë e rëndësi. Trojet shqiptare kanë mundësi të prodhojnë barishta ndryshme për medicinë. 450 bim, kur 250 prej tyne janë të rralla në planetin e tokës, edhe janë më të fuqishme, më potente se çdo bim tjetër në çdo kontinent. I kemi pikërisht ne. Pjesa veriore e Greqisë, pjesa e Maqedonisë, kjo pjesa nga Shqipëria komplet, Kretë dhe Kosova. Edhe sidomos malet e Rodopit, Kretë kjo pjesa që zona Anamorava janë bim që nuk ekzistojnë botë. Do më thonë po, Shqipëria ka avancu me kohë, edhe gjatë kohës të lashtë, do më thonë post-komuniste,
Ata kanë eksportu bim shumë, edhe sidomos tash, ata janë lider, Shqipëria është lider i eksportit bimëve mjekësore, sidomos për Gjermaninë. Unë ka raste ku blej bim këtu, ose i porosis prej SBA-s, edhe kur më vjen, është nga Shqipëria. Është knatësi me pa. Është knatësi me pa. Është shumë interesant. Edhe është shumë potente. Të njëjtën bim, unë e gjej edhe në Kanadë. E njëjtë është. Vetëm se potenca është shumë e ndryshme. Amo djeli që rrezon në trojet shqiptare, të lasgridire, nuk rrezon askund. Ajo dritë e djelit o më ndryshe, duke që e prek djelit. Për shembull, nuk është rastësi që Artemisia greke, për shembull, e ka përdor pelimin e ëmbël që e quajmë ne popullor për kurimin e shumë smundjeve. Tjera edhe kualve i kanë vënu në luft kur janë shku mi marë kaliera dhe e tjera pelimit, dhe më thonë Artemisia, Greek goddess. Tash për shembull e ki Gentin, dhe më thonë është mbreti i fundit i lirë ashtu, edhe rronjët ose bima Gentiana lutea quhet latinisht, është një prej bimëve më të fuqishme gati në planet. Gentiana lutea është lule e cila rritet në këto pjesë malore, pjesa e rrugovës në alt, ka të boga në alt, shembull. Rronjët e Gentianës përdoren për problemet e barkut, problemet e zemrës, për shumë probleme. Së më thonë, është bima ma e idhët për të gjitha idhëtsinave që përdoren, është bitter. Bitter. A thuhet e thartë bat? Jo, thartira është diçka tjetër. Thartira është e hidhra. E hidhur, po, e hidhur. Hidhja është ne i thëmë e illt. Po, illt, ashtu, i illt. Okay. Po, tash, si pas mbretit, Gent, kjo është si pas Artemisias, të ne kje për shembull Maria Thesel, ne e quajmë gjembi i gomarit në gjuhë shqipe. Dhe me thonë, nana e Jezu Krishtit e ka përdor gjembin e gomarit për ta shëruar djalin. Edhe për që ta gjembi i gomarit, fletat e ti janë me vija të bardha, si kur qumshtin kur ta dersh për mi ta. Për që ta thiret Maria Thesel. Në mund ka shumë bimë. Mbreti i pari Trojës. Mbreti i pari Trojës. Do me thonë Teukri, mbreti i pari Trojës Teukri, do me thonë ai e ka përdor për ushtrinë e vetë një bari, i cili rritet e ne. Sidomos Gilani, Rethina, është ekstreme pasur me atë bari. Atina i thonë populli bari i Majasilit. Ata që na dëgjojnë neve e kuptojnë. Sidomos gjëratat e vjetra. Sigurisht. I thonë bari i Majasilit, është Teukri. Në latinisht thirret Teucrium. Po. Mirem. E kështu me radhë. Do të thonë kemi pasurit të tashme. Unë po shpresoj që kjo lloj pasurie jonë do të zhërohet, do të rritet, sidomos edhe të vedisohet edhe më shumë, edhe industria të hapet që të prodhohen më shumë, po edhe të bëhet produktet finale, sa që do ishte shumë më mirë, po shoqi unë ty të falenderoj shumë që i ke sot. Faleminderit. Kretë kjo, faleminderit shumë. Gajret dhe pasë. Ketë këto që ka i kombo deri tash, synimi i kretë këtyre studimeve ka qenë me u kthy në Kosovë edhe me vazhdu atje. Pikrisht me u kthy rronjve të vjetra, me u kthy aty në maleve, aty në kodrave. S'po guxoj me humbë që jeton penzimin, se s'po dokesh për penzimin. Vitin e kaluar, në shtator, jam pensionu prej firmës që kam punuar, që kam pas kontrat me ta, edhe kështu që pej 2026 jam i lirë, edhe mendoj me u kthy në Kosovë, me vazhdu jetën atje, me kontribu atë sa kam mundësi. Edhe me një këto barishtat e kene. Po, pikrisht. Edhe me pas raste, edhe në intervista ndryshme, edhe me popullatën, me bo spjegime ndryshme, cilat barishtat janë, ndoshta edhe me u ba si urë ndërlidhse, se unë një shumë korporata botërore që punojnë me këto barishtat, që kosovarët mujnë me eksportu.
e tjera, e tjera. Do ishte mirë, Milem, unë ty të uroj shumë shnet, edhe sukses, edhe shoqi falenderit shumë, Faleminderit. shumë respekt, Ishte knatësi, knatësi, Faleminderit. Bac, falenderit, Bac. Faleminderit.